Me gëzim të madh dhe ndjenja të thella revolucionare, populli shqiptar mësoi lajmin për shkërimin e qytetit të Saigonit dhe të gjithë Vietnamit të Jugut. Populli ynë përshëndeti nxehtësisht fitoren e madhe historike të popullit heroik vietnames. Shoku Manushmiftiu në fjalën e mbajtur në mitingun organizuar me këtë rast në sheshin Skënderbej, tha se lufta e popullit vietnames jo vetëm shënon një faqe të lavdishme në historinë e tij të shkëlqyeshme, por është një kontribut i shquar në luftën e të gjithë popujve liridashës që janë ngritur kundër politikës hegemoniste të imperialistëve. Nguyen Van Thu, ambasadori i jashtëzakonshëm me fuqi plot i Republikës Demokratike të Vietnamit, në përshëndetjen e tij tha: "Ky miting që shpreh edhe një herë solidaritetin internacionalist midis dy vendeve tona është një frymëzim i madh për popullin ton për të shkuar përpara drejt fitoreve të reja." Në fjalën e tij ngarkuri me puna të interim i ambasadës së Republikës së Vietnamit të Jugut, Tran U Bot, tha se populli i Vietnamit të Jugut kur nuk do të harrojë inkurajimin e madh për krahën me gjillëzëmër dhe ndihmën e çmueshme që i ka dhënë Partia e Punës, qeveria dhe populli shqiptar luftës çlirimtare të popullit vietnames. Pjesëmarrësit në miting, duke manifestuar në për rrugët të kryeqytetit, shkuan në ambasadën e Republikës së Vietnamit të Jugut dhe në atë të Republikës Demokratike të Vietnamit, ku shprehen përfaqësuesve të popullit vietnames përshëndetjet e zjarrta për fitoren e madhe historike. Përfaqësues të punojësve të kryeqytetit dorëzuan ambasada telegramet e aprovuara në miting. Fitoria e popujve të Indokinës provoi edhe një herë atë që ka thënë shoku Enver Hoxha, si edhe një vend i vogël mund të mposhtë një superfuqi kur ai lufton me armë në dorë dhe kur është i vendosur të bëjë çdo sakrificë e tes me guxim në rrugën e lirisë e të revolucionit. Sekretari i parë i Komitetit Qendror të Partisë Punës së Shqipërisë, shoku Enver Hoxha, u takua me ngarkurin me punë të Republikës së Vietnamit të Jugut dhe ambasadorët e Republikës Demokratike të Vietnamit, Kambodgjas dhe Republikës Popullore të Kinës. Pasi i përshëndeti nxehtësisht për fitoren e madhe, shoku Enver Hoxha theksoi se ajo është një fitore e shkëlqyer dhe një shembull i madh për të gjithë popujt e botës që luftojnë për liri e të drejtat e tyre. Me rastin e 5 majit, pranë monumentit kushtuar dëshmorëve të Atë-Dheut, bëhen omazhe e vendosen kurora me lule. Me nderim e respekt të thellë për ata që ranë, vinë e vendosin lule udhëheqës të partisë e të shtetit, vinë nënat e dëshmorëve dhe vënë me duart e tyre lulet më të bukura pranë bijve e bijave. Kujtimi i tyre i paruar, emrat e tyre i skaliti nën Shqipëria. Ballë lart kalojmë britërënve me sukseset e 30 vjetëve, me betejat dhe vitorat që na presin në të ardhmen. Trupi diplomatik i akredituar në Republikën Popullore të Shqipërisë, me rastin e 5 majit, ditës së dëshmorëve, bëri omazhe dhe vendosi kurora në varresat e dëshmorëve të Atë-Dheut. I mathe i vogël me buqeta lulesh në duar u përkulën para varresave të dëshmorëve, monumenteve dhe lapidarëve, nderuan me respekt veprën e pavdekshme të dëshmorëve dhe u betuan se do të ecin në rrugën e ndritur në të cilën prin partia dhe shoku Enver. Me rastin e 9 majit, 30 vjetorit fitores mbi fashizmin, në sallën e teatrit të operas dhe të baletit, u organizua një mbledhje solemne. Ishin pranishëm udhëheqës të partisë dhe të shtetit, veteran të luftës nacional çlirimtare, prindër e të afërt të dëshmorëve.
Në fjalën e rastit, kryetari i Komitetit Veteranëve të Luftës për Rrethin e Tiranës, Llazi Stratobërdha, tha: "Populli në krahas popujve liridashës të Europës dhe të gjithë botës e feston këtë festë të madhe, krenar për kontributin e shmuar që dha përfitore mbi fashizmin me luftën e tij heroike antifashiste nacional-shqirimtare, të udhëhequr nga partia me shokun Enver." Mendimi krijues i kolektivit dhe i biros teknologjike në uzinën mekanike bujqësore Durrës ka sjellë një sër rezultate të mira. Reparti termik është një ndër repartet e rinj ku nëpërmjet proceseve të një përpunimi të thellë rritet qëndrueshmëria dhe forcia e detajeve të ndryshme, duke u zgjatur kështu jeta e tyre. Në repartin e mprejës së pjesëve të këmbimit sillen për të rimprehur punto, kalizvar, sharra disk, module frezash e tjerë, të cilat më parë dinin jashtë përdorimit. Me krijimin e këtij reparti rivjen në përdorim pranë makinerive këto detale dhe kursehen shumë të mëdha lekësh. Në repartin e eksperimentimit janë në përfundim sipër 3 llojet e para të makinës pastruese klasifikuese, e cila do të seleksionojë farën nga kokrat e panevojshme dhe papastërtitë. Makinat bujqësore të markës shqiptare që prodhohen në këtë uzinë shpërndajnë fushave të dheut për të shërbyer ekonomive bujqësore. Kolektivi punonjës i fabrikës së lëkurë këpucëve Korç i ka vënë vetes detyra për të arritur rezultate të mira në të gjitha zërat, sidomos në drejtim të cilësisë, kursimeve, prodhimeve të reja, si dhe përshkurtimet e importit. Kohët e fundit në këtë fabrikë prodhohen 60 artikuj të konfeksionuar të kurrës, pajisje këmbimi për kombinate tekstile, të cilat më parë silleshin nga jashtë. Të mobilizuar për rezultate sa më të mëdha, punonjësit e kësaj fabrike planin për vitin 1974 e realizuan 102.6% dhe u kursyen 875.000 lekë në drejtim të lëndës parë e materialeve ndihmëse. Duke parë me syrin politik luftën kundër stokut të prodhimeve, në këtë fabrikë u arritën rezultate mjaft të mira në drejtim të cilësisë. Midis objekteve të shumta të kombinatit metalurgjik në Elbasan, ne u takuam në tecin e kombinatit me brigadën që drejtohet nga komunisti Dhimo Dimitri. Ata të mobilizuar me të gjitha forcat përnder të zgjedhjeve në parti e kryen punën për veshjen e kaldajës së dytë 15 ditë para fatit. Në kombinatin metalurgjik ku ngrihen korpuset e lartë betoni e ekuri, ku xhaqet kapin lartësitë 120 metra, do të njohësh punëtor pa lodhur me ndërgjegje të pastër klasore, e cila është rritur dhe brumosur sipas mësimeve të partisë e të shokut Enver në vepra 5 vjeçarësh, e që pas çdo viti, pas çdo vepre, del më kalitur si metali i zjarrt nga kudra. Antarët e brigadës Qemal Stafa, që drejtohen nga komunisti Ahmet Xhelo, i gjetën duke punuar për montimin e brendshëm të Oxhakut. Ndonse puna e tyre paraqet vështirësi të shumta, ata janë mobilizuar që ta tejkalojnë planin nga 115% në 130%. Për krah veteranëve të veprave tona, rriten dhe edukohen të rinjt komunist si Femi Sadiku e shokët e tij. Pasi u krye puna për ndërtimin e gazgoldës parë, brigade montatorëve dhe saldatorëve, që drejtohet nga Maço Polena, vazhdon punën për ndërtimin e këmishës së jashtme të gazgoldës së dytë. Montatorët e palodhur Maxi Manushi e Stavri Polena kanë në shdap eksperiencën e komunistit Pandi Qako, i cili krahas viteve të punës numëron edhe veprat e 5 vjeçarëve. Punëtorët e inxhinierët e kombinatit metalurgjik, duke punuar me ovë revolucionar për ngritjen e objekteve, po vazhdojnë me këmbgulje punën për të dhënë para fatit prodhimin e qelikut parë shqiptar.